qeveria dhe institucionet dhe politika mbahen këmbë me dy shtylla. Shtylla e parë është ligji, shtylla e dytë është etika dhe morali politik. Shpesh kjo e dyta, etika dhe morali politik, edhe pse nuk janë të shkruara, është më e ndjeshme dhe është me efekt më të shpejtë. Nëse një vepër penale do duhet ngrihet, të hetohet, të provohet, të gjykohet dhe në fund të konfirmohet me atë që quhet vendimi i formës së prerë, dimensioni moral dhe etik e ka efektin të menjëhershëm. Ajo lidhet me ndërgjegjen e vet zyrtarit. Çfarë duhet të them? Që ligjërisht çdo individ është përgjegjës për atë që bën vet. Çdo ministër është përgjegjës për atë që firmos dhe vulos. Çdo zyrtar është përgjegjës për vendimin që merr, dhe nëse ky vendim është me impakt negativ për financat publike, për interesin publik dhe bien ndesh me ligjin, ai përgjigjet vet. Deri këtu jemi në kuadër të deklaratës edhe të kryeministrit që Partia Socialiste nuk është avokati dhe studio ligjore e asnjë zyrtari, nuk është mbrojtëse e asnjë zyrtari që shkel ligjin dhe kushdo që shkel ligjin shkoj vetë të përballet me drejtësinë. Por këtu futet etika dhe morali politik tashmë. Në një qeveri, padyshim që nëse ka zyrtar të nivelit të ulët, që mund të jenë ministra, zëvendësministra, drejtor, janë të implikuar, atëherë vërtet mund të mos ketë përgjegjësi ligjore e prori, por ka padyshim përgjegjësi morale dhe politike. Dhe kjo përgjegjësi mbahet në të gjitha nivelet, në të gjitha hierarkitë, me një vendim që nuk e merr as prokuroria as gjykata, është vendim personal që quhet dorëheqje. Kjo gjë në Shqipëri, në politikën shqiptare nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe me gjas nuk do dihet se kur do të funksionojë, nëse do të funksionojë. Vendet me demokraci të zhvilluar, me kulturë politike, kanë treguar që një ministër mban përgjegjësi edhe kur ndodh një aksident rrugor dhe aksidenti ndodhi për faj të rrugës që ishte me gropa. Edhe pse gropën nuk e hapi ministri, sërish ai është përgjegjës për atë standard të rruge dhe atëherë merr përsipër përgjegjësinë morale dhe kjo shndrohet një lloj kulture ku e prori nuk do presi që t'i vinë protestuesit këtë dera dhe t'i kërkojnë dorëheqjen për cilësinë e dobët të rrugës, por duhet të marrë këtë lloj përgjegjësie. Kështu që për tu konkretizuar tek pyetja juaj që a e trondit, padyshim që duhet të ishte tronditur me kohë, sepse nuk është ky rasti i parë. Qeveria ka patur një hemoragji të vazhdueshme zyrtarësh, duke filluar me deputet, ministra, ish ministra, kryetar bashkisë, ish kryetar bashkisë e kështu me radhë, për të arritur këtë zëvendës kryeministri i dytë që vihet nën akuzë, dhe nuk dihet se çfarë duhet të ndodhë më për të tronditur, por në kushtet e mungesës së atij që unë e quajta pak më parë kultura apo etika politike, atëherë të gjithë fshihen pas ligjit, të thonë kush është përgjegjës shkoj në burg. Pastaj çfarë merr prokuroria zëvendësohen sërish dhe kjo nuk sjell asnjë lloj ndryshimi, sepse ne i parë u arrestu një ministër shëndetësie, erdhi një tjetër, arrestohet një kryetar bashkie, vjen një tjetër, arrestohet një deputet, vjen një tjetër që është i gatshëm në listë e kështu me radhë. Për pasojë njerëzit nuk mbaren asnjëherë për të zëvendësuar dhe historia vazhdon. Qartë, shumë qartë. Në fakt, sa i takon kësaj që the, ne mund t'i referohemi edhe raportit progresit të Komisionit Evropian ditën e dieshme. Shkurtimisht, ai ka vlerësuar SPAK-un dhe ka kritikuar qeverinë në disa element të stagnacionit saj. Një analizë për këtë raport dhe sa pasqyron realisht ky raport të gjitha problematikat që ne po flasim së bashku tani, që janë thembra e akilit të demokracisë shqiptare, në fakt, duke përfshirë këtu edhe patjetër ekonominë. Raportet e tyre bazohen mbi realitetet të cilat ne i njohim. I diskutojmë, por thënë mes nesh
këto nuk marrin atë rëndësinë që do duhej të merrnin. Nëse i denoncon opozita, këto vishen me atë koperturën politike të opozitës dhe në fund thuhet që opozita këtë punë ka. Media përgjithsisht është më e tërhequr për shkak të qëndrimeve dhe interesave të saj, kur këto realitete futen apo bëhen pjesë e këtyre raporteve, marrin tjetër konotacion, sepse mbi gjitha Shqipëria tashmë është në kohën e negociatave me Bashkimin Evropian, ka hapur atë grup kapitujt të cilët sipas premtimit të qeverisë do duhet i përmbyll brenda vitit 2027 për të përgatitur për një antarësim të plot në vitin 2030, kështu që edhe shkalla e monitorimit është më e madhe. Pra këto raporte nuk janë thjesht sot ca dosje që mbyllen, ata burokratët që merren me monitorimin i plotësojnë, i dorëzojnë, bëjnë një prezantim sa për të mbyllur procedurën dhe kaq. Këto raporte tashmë janë pjesë e një monitorimi që në fund do shoqërohet me një vendimarrje, dhe vendimarrja lidhet me faktin nëse ky kapitulli që është hapur sot a do mbyllet, dhe kapitulli nuk mbyllet kur i kalon koha apo afati i skadencës, por kapitulli mbyllet kur ti ke përmbushur të gjitha kriteret që ky kapitull parashikon. Ndaj dhe këto raporte tashmë marrin tjetër vlerë, dhe ndaj hapja e negociatave është më e rëndësishme, jo thjesht sepse është hapi i parë për të shkuar tek antarësimi, por sepse rrit forcën e monitorimit, rrit shkallën e agresivitetit të burokracisë së Brukselit mbi atë që ndodh në Shqipëri, që do të thotë ata nuk mjaftohen më me ligje apo paketa ligjore apo strategji të cilat ne i shkruajmë për bukuri, i përkthejmë, u avëm në dorë dhe themi ja, i përmbushëm këto. Ata tani janë duke parë impaktin, efektin që jep zbatimi i ligjit, zbatimi këtyre strategjive në terren. Ndaj këto raportet vërtet sot janë shumë të rëndësishme nga që ishin ndjekur Shqipëria s'kishte hapur ende negociata. Në fakt, në vijimësi të kësaj çështje, a duket si një tërheqje pas e Bashkimit Evropian edhe deklarata e komisioneres për zgjerimin Marta Kos, e cila tha që do të testojmë, pra nuk do të jetë një antarësim pa kushte, për të thënë më qartë edhe për publikun që na ndjek, po do të ketë mekanizma testimi për antarët e rinj në Bashkimin Evropian. Duket sikur Bashkimi Evropian herë funksionon me idenë e zgjerimit dhe pastaj pendohet dhe kërkon dhe mekanizmat e garancisë? Ata janë duke prezantuar një gatishmëri politike të jashtëzakonshme. Asnjë vend nuk e ka patur këtë gatishmëri politike dhe suport politik që ka Shqipëria në Bruksel gjatë procesit të integrimit. Vetë Shqipëria asnjëherë nuk ka patur një klim kaq pozitiviste në Bruksel për çështjen e integrimit. Dhe kjo në këndvështrimin ton duhet parë si një periudhë apo si një kohë me rëndësi të jashtëzakonshme, historike do ta quaja. Sepse nëse nuk e shfrytëzojmë këtë, ky do të jetë problemi ynë, ky do të jetë faji dhe gabimi ynë historik. Por duhet kemi parasysh, Shqipëria nuk do të integrohet dot në BE, pra nuk do të bëhet antare e BE-s vetëm sepse ekziston vullneti i komisioneres Marta Kos apo i gjithë Brukselit bashkë. Nuk do të integrohet edhe pse ekziston vullneti i qeverisë shqiptare dhe i popullit shqiptar, i cili është populli më mbështetës në raport me antarësimin e Shqipërisë e vendit të tyre në Bashkimin Evropian. Shqipëria do të antarësohet kur të plotësoj kriteret që janë në ato dosje. Tani, duke parë le të themi gjendjen reale në raport me çfarë thuhet në ato kritere, ne të gjithë do duhet jemi me këmbën në tokë. Nuk duhet të shikojmë fjalimet e qeverisë në televizor dhe të themi sa bukur do shkojmë në BE. Jo, realiteti është tjetër gjë. Dhe unë besoj që Brukseli është duke luajtur me dy karta. Me njërin kartë është mbështetja maksimale. Po. Ju do vini, ju do antarësoheni, ne ju mbështesim, ne ju duam, të jemi këtu etj, geostrategjia më të thash. Karta tjetër është që
nuk mund të ketë antar i BE-s me një lloj statusi të veçantë, sepse pati një përpjekje të tillë, pra, gjatë një samiti në Londër, kryeministri Rama foli për ne mjafton të na pranoni edhe pa të drejtë vote, edhe pa të drejtë vetoje. Në fakt, pa drejtë vote, pa drejtë vetoje s'quhesh antar. Por Shqipërisë politikisht, pra më shumë qeverisë, do t'i interesoj qoftë edhe t'i thonë që ju jeni antar, por që do bëheni antar kur të plotësoni gjithë të tjerat. Pra Shqipërisë duhet patjetër një lloj statusi që të quhet antar. Por kjo nuk do të jetë në mënyrë absolute me efekt praktik, sepse të qenit antar në BE ka më shumë detyrime se sa privilegje. Nëse Shqipëria antarësohet sot në BE, do të thotë të ndërpritën të gjitha fondet për bujqësinë, programet të ndryshme të ndihmës, se ti tashmë s'je vend në nevojë, nuk je vend në zhvillim, je vend antar i BE-s. Dhe kjo do jetë katastrofike për ekonominë. Kështu që unë besoj që janë duke luajtur me të dyja, edhe karrotën, edhe shkopin. Karrota është mbështetja maksimale që na japin, shkopi është kujtesa që na bëjnë në mënyrë sistematike për të thënë që në BE futesh si antar dhe për të bërë antar do duhet përmbushësh këto kapituj që ke hapur tani dhe duhet i mbyllësh. Dhe kapitujt nuk mbyllen me fjalime, kapitujt mbyllen me arritje konkrete. Qartë, mirë, unë do doja që në mbyllje të bisedës tonë të flistim pak edhe për një zhvillim që na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zhvillimi i fundit, duke qenë se atje janë edhe 6 orë pas nesh. Zoran Mamdani ka fituar Bashkinë e New Yorkut. Çfarë lajmi është ky në analizën tënde? Patjetër çdo gjë që ndodh në Amerikë ndikon jo vetëm në Amerikë, po edhe për te. Është një lajm i rëndësishëm, sepse nuk ka të bëjë thjesht me zgjedhjet në Bashkinë e New Yorkut, po të ishte zgjedhur kandidati i radhës, askujt nuk do t'i Bashkia e New Yorkut nuk ka impakt në politikën e madhe amerikane, edhe pse është kryeqyteti ekonomik i botës, por qasja politike e kryetarit të ri të bashkisë ka marrë absolutisht vëmendje për disa arsye. E para, Mamdani është një emigrant, nëse do shpreheshim me gjuhë të tilla, dhe pse atje nuk e shikon njëri me këtë sy, por për ne këtu ka rëndësi, sepse ne kur bëjmë zgjedhje këtu do të themi të gjejmë një Tiranë Zdem Babaden, që të jetë shumë Tiranë apo Gos Tiranë, të gjejmë një Durrësak të vjetër apo një Elbasanlli të vjetër, më thash. Atje një djalë që ka ardhur 6-7 vjeç nga Uganda arriti të bëhet kryetar bashkie. Shikojmë se sa shoqëri e lirë, sa mendje hapur janë njerëzit që nuk duan t'ja dinë fare kush është nga vjen, por shikojnë se çfarë ai premton të bëjë. E dyta, në një Amerikë ku Trumpi ka marrë përsipër tashmë të shuaj luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, ku ka marrë shpatën dhe po lufton me gjithë botën me tarifa tregtare, me Kinën në krye, një presidencë që është implikuar në një luftë që s'po ka fund në lindjen e mesme, ku nga njëra anë mbështet luftën, nga ana tjetër kërkon çmimin e Nobel për paqen. E gjitha kjo nuk interferohet në mënyrë absolute në zgjedhjet për një kryetar bashkie. Ndryshe, sërish për ta përballur me situatën tonë, ku edhe për kryetarin e një bashkie me 3.000 banor apo me 5.000 banor, ne sërish i referohemi politikat e vetëmdhaja. Tani çfarë ishte Mamdani si fenomen politik siç po trajtohet? Dhe a është kërcënim i drejt për pushtetin e Trumpit, se kjo intereson në gjithë opinionit publik, që më në fund dikush i fort me ndikim nga Partia Demokrate, jo si të gjithë ata të tjerët që Trumpi i mund edhe me sy mbyllur, po themi, po e them thjesht, arrin të fitoj qytetin më të rëndësishëm të botës në fakt. Është herët për të folur për këtë, tani për tani ai mund të konsiderohet një lloj fenomeni politik dhe social. Sepse ai vjen me një qasje tjetër, duke ardhur nga Partia Demokratike, e cila konsiderohet një parti e majt, por në fakt ishte zhytur në korrupsion si kurrë më parë në histori e një qeverie amerikane. Qeverisja, mandati i dytë i Bidenit ishte katastrofik sa i takon korrupsionit. Republikanët me Trumpin në krye e përqendruan edhe më shumë ekonominë në emër të konservatorizmit, në duart
e një grushti njerëzish, edhe pse ky grushti në Shtetet e Bashkuara është relativisht i madh, por që gjitha kjo rëndoi në shpatullat e qytetarëve të thjeshtë, rritja e çmimit të qerave, rritja e çmimit të apartamenteve, rritja e çmimit të jetesës. Njerëzit e thjeshtë duhet bëjnë minimumi 2 punë për të mbijetuar. Dhe në këto kushte, një njeri që foli për problemet e qytetarëve dhe nuk shkoi në lagjet e varfra të New Yorkut dhe t'i flas për provat bërthamore që duhet bëj qeveria e Shtetet e Bashkuara për t'u kundërvënë Kinës apo Rusisë, por foli për koston e transportit urban, foli për kostot e shkollimit, foli për kostot që duhet paguaj çdo kush për të ushqyer dhe për të veshur, qytetarët kuptuan që ka nevojë për një kryebashkiak që mendon për jetën dhe problemet e tyre. Ndaj nuk hezituan ta mbështesin. Ai është një socialist, një deklaruar, por ndryshe nga këtu tek ne ku s'dim as çfarë është socializmi, as kapitalizmi, sepse e majta është bërë edhe më kapitaliste se djathta. Ajo që vëret është që ka një përpjekje për ta quajtur Mandamin një komunist të ri.